Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Artan Diti ka organizuar një takim në Gjirokastë me drejtues të njësive vendore si dhe nxënës shkollash, si pjesë e takimit sensibilizues për heqjen e Gjirokastë nga artezet dhe kultivimit të drogës. Diti në fjalën e tij la të kuptojë se fillimisht do të ndiqen mënyra sensibilizimit të komunitetit për mos kultivim të bimëve narkotike dhe më pas do të merren masa për ndërhyrje. Sot unë kam ardhur këtu në të takim që bëhet në kuadër të plan veprimit për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike dhe goditjen e veprimtarisë kriminale që lidhet me kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Dihet që ky aktivitet është një nga veprimtaritë kriminale më të përhapura në vendin tonë, po sidomos në zonën e Gjirokastrës është kthyer në një nga problemet kryesore të policisë lokale, por është kthyer në një nga problemet më akute dhe të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit. Në raportet jo vetëm të policisë shtetit shqiptar, por dhe në raportet e misioneve të huaja ndërkombëtare dhe në shumë raporte edhe të Bashkimit Evropian përmendet rreth Gjirokastrës dhe sidomos zonat veçanta të këtij, si zona e Lazaratit, si zonat më problematike në këtë veprimtari kriminale, duke u etiketuar dhe si njollat të zeza të Shqipërisë. Këto kanë bërë që në punën e policisë lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të bimëve narkotike të kthehet në një nga prioritetet kryesore të saj në kuadër të luftës kundër krimit organizuar. Jemi tepër të interesuar që të kemi një bashkëpunim sa më të frutshëm dhe sa më transparent dhe të sinqert ndërmjet policisë dhe strukturave tjera, agjencive tjera ligjzbatuese, por edhe strukturave të pushtetit lokal. Dihet tashmë që ligji na ngarkon të gjithë me detyrën për të luftuar këtë fenomen, pra duke filluar që nga strukturat e pushtetit lokal, ashtu edhe nga strukturat tjera, agjenci tjera ligjzbatuese. Jemi këtu për treguar edhe një herë mbështetjen që Drejtoria e Përgjithshme e Policisë i jep strukturave të policisë lokale në Gjirokastër për të luftuar këtë fenomen kriminal dhe për ta hequr zonën e Gjirokastrës nga lista e zonave të përcaktuara apo të emërtuara si zona të zeza, domethënë ku është tepër e përhapur kultivimi i lëndëve narkotike. Për sa i përket Drejtorisë Përgjithshme e Policisë, kemi marrë të gjitha masat që të luftojmë këtë veprimtari, sidomos që në fillesat e saj që në momentet e kultivimit janë përgatitur planet e veprimit të posaçme, u janë dërguar të gjithë drejtorive të qarqeve, pasi ky fenomen vërtet që këtu është më impret, por është një fenomen që këto vitet e fundit ka qenë i përhapur edhe në zona tjera të Shqipërisë dhe nevoja për të luftuar këtë fenomen është një nevojë e të gjitha strukturave policore, jo vetëm të strukturës së policisë të Gjirokastrës. Gjithashtu kemi së bashku me Ministrinë e Brendshme kemi përgatitur edhe një plan veprimi të Ministrisë së Brendshëm, i cili kërkon që të bashkëpunojnë të gjitha strukturat në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pra strukturat e pushtetit lokal, në varësinë e prefektit të Qarkut, i cili është dhe përgjegjës i shtabit për luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike. Është e ngarkuar jo vetëm nga ligji për kultivimin, për ndalimin e kultivimit të bimëve narkotike, por është struktura një nga strukturat kryesore ligjzbatuese, madje është struktura bazë, domethënë që lufton këtë aktivitet kriminal dhe neve patjetër që do të jemi në pararojë të kësaj lufte. Unë kërkoj nga Drejtoria e Qarkut të Gjirokastrës, por dhe nga faktorët e tjerë, social,
dhe të pushtetit lokal që të japin mbështetjen e tyre me qëllim që të kemi efikasitetin e duhur dhe të marrim rezultate e pritshme në këtë luftë që neve kemi kohë që e kemi nisur dhe që këtë vit ne presim që të kemi rezultate vërtet të pritshme që i presin njerëzit, që i pret dhe populli i Lazaratit vet, por që edhe do të na prezantojnë përpara strukturave shtetërore, përpara agjensive të tjera të misioneve që asistojnë policinë shqiptare apo të organizma të tjerë të Bashkimit Evropian si një strukturë e përgjegjshme dhe që vërtet ato objektiva që i kanë caktuar, ato detyrime që i kanë caktuar dhe në dokumentat e Bashkimit Evropian si dy nga shtyllat kryesore të luftës kundër krimit të organizuar dhe luftës kundër korrupsionit, të mundohemi që t'i realizojmë dhe t'jemi të sigurojmë ato kushte që do t'na fusin në procesin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Në këtë takim ka marrë fjalën dhe kryetari i komunës problematike të Lazaratit, Dasho Aliko, i cili ka kërkuar mbështetjen e shtetit për banorët e Lazaratit duke krijuar vende pune. Në një lloj se kultivimi të bimëve kanabis sativa do të thotë që punët kanë qenë të mjaftueshme, si të pushtetit vendor, ashtu edhe të organizmave të organeve të tjera shtetërore. Fenomeni kanabis sativa në Lazarat është një fenomen i cili do përkushtim, do alternim të gjitha aktorëve dhe faktorëve për ta luftuar këtë fenomen dhe për ta minimizuar sidomos këtë vit që ne jemi. Kemi pas rezultate vitet e mëparshme, ku në vitin 2012 ishte afërsisht 20% e sipërfaqes së mbjellëna si në vitet e tjera. Pati një bum, i cili doli jashtë kontrollit, siç e tha drejtori i policisë së Qarkut, nga fushata elektorale, nga momentet që ishte në atë kohë, për vitin që kaloi. Prandaj duhet një kujdes dhe për kujdesje që tani nga të gjitha aktorët dhe faktorët për të bërë minimizimin e këtij fenomeni. Unë gjerasin këtu të falenderoj bashkëpunimin që kemi deri sot me drejtorin e policisë së Qarkut Gjirokastër, ku ne jemi duke ndërtuar një platformë të përbashkët që gjithsecili të mbuloj atë detyrë që ka dhe të bëjmë parandalimin e këtij fenomeni. Ne kemi bërë disa takime si komunitet në fshatin Lazarat, ku kemi kërkuar mirëkuptimin dhe bashkëpunimin fshatarëve për ta minimizuar dhe eliminuar gradualisht këtë fenomen. Por, kjo nuk do të ndodhë sepse e kërkuam ne dhe normalisht me ngritur e shkopit kjo gjë është e minimizuar. Lazarati është një komunë e cila ka gjendje reale 7200 banor. Ka një sipërfaqe ndënuj 630 hektar. Ka një sipërfaqe të banuar 40 hektar. Nga këto, 22 hektar është banes dhe 18 hektar është baqet e kopshtet e tyre. Fenomeni kanabis sativa viti që shkoi ishte edhe në tokat publike ose në tokat të cilat i kanë të trashëguara pavarësisht banesave të tyre. Ne kemi kërkuar me këmbgulje që ky fenomen të zhduket një herë mirë. Por, unë mendoj që ka punë për të bërë për komunitetin e Lazaratit, sepse aty është një komunitet shumë i ngjeshur, një komunitet me popullsi më të madhe në këtë zonë, normalisht që ne duhet t'i afrojmë alternativat të tjera të punëve të ndryshme këtij komuniteti, që ne të kemi mundësinë dhe të kërkojmë llogari që ja ku e keni këtë punë dhe s'keni pse merreni me këtë punë. Nuk do të thotë që ne ligjërojmë punën e pandershme. Kjo është absolutisht jo. Unë duke qenë mbrojtësi i interesave të ligjshme të atij komuniteti dhe duke qenë përballë jush zonja prefekte, drejtori i policisë dhe gjithë të tjerëve, e kam si shqetësim sepse në Lazarat në 630 hektar tokë që është në nduj, sot ajo tokë nuk punohet absolutisht as 0,1%. Dhe vetëm e gjë që nuk punohet sepse aty mungojnë 2 ura mbi lumin Drino dhe mbi lumin Su. Dhe momentin e parë që u ndeshëm me fshatarët, më thonë ku të punohet.
bënani ura, që ne devemi të mbjellim prodhime të tjera të ligjshme. Është një fenomen sepse ai komunitet, një pjesë e tij u mësua me atë fenomen. Dhe normalisht është shumë e vështirë që atyre t'ua shkulesh atë fenomen pa u kafruar në diçka tjetër. Dhe kjo është një problem shumë i vështirë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit nuk la të kuptojë se kur do të ketë ndërhyrje konkrete në komunën Lazaratit për të eliminuar parcelat e drogës.